Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e njëjtë 16 tetor 2025. Dashi. Jeni në një ditë shumë aktive kur vjen puna të puna. Edhe nëse keni mbyllur së fundmi një program, mund të filloni përsëri. Demi. Krahasime fituese dhe një sukses i vogël personal, marrëveshje me vëllezërit e motrat ose të afërmit për çështje pronësie. Inovacionet janë të favorizuara, madje edhe trupi po rekuperohet. Binjaket. Aktivitetet të reja mund të mbyllni një rrjedhje, kontrata me më pak para, por të pranueshme. Nëse keni dy histori në fjalë, bëni më mirë një zgjedhje të menjëhershme. Gaforja. Nëse ju duhet të filloni një punë ose të përballeni me një provë, tani është koha e duhur për të analizuar të gjitha detajet. Lajme në jetën afektive nga provat e bujarisë. Luani. Këto janë ditë më të mira, kthejeni besimin të tjerët. Nëse një derë mbyllet në dashuri, një derë do të hapet, kjo vlen edhe për punën. Virgjeresha. Në këtë periudhë është themundur të gjesh një farë qetësie si në punë ashtu edhe në dashuri, mendoj se gjatë ditëve të ardhshme do të mund të dalin më shumë para, maturia. Peshorja. Lëvizja e dukshme që do të keni sot mund t'ju sjellë stres mendor që do të ketë një efekt të lodhshëm në trupin tuaj. Këto ditë dikush shqetësohet pak sepse duhet të zgjedh jetën e tij, t'i afrohet vendit të punës ose të zhvendoset diku tjetër. Akrepi. Një tjetër shfaqje e forcës mund të mbështetet. Kujdes me llogarit, nuk është koha për të luajtur bixhoz. Mbrëmje e ëmbël në çift. Shigjetari. Ju po bëni shumë për t'u vërejtur, për të përmirësuar kushtet tuaja të punës dhe personale, por për disa mund të mos ketë ende përgjigje konkrete. Një moment i fuqishëm dhe vendimtar edhe për ata që duan të ndryshojnë rrënjësisht. Briqapi. Në këtë periudhë, ju mund të filloni një bisedë të re dashurie ose thjesht të jetoni me ndjenja me më shumë transport. Shikoni të ardhmen me optimizëm, më shumë besim. Ujori. Do të jeni më energjik dhe sensual dhe në çdo rast të gjitha situatat e vogla do t'ju shohin si fitues. Ka edhe nga ata që do të përjetojnë një ndryshim rrënjësor në jetën e tyre, zgjidhje për punë, mundësi të mëdha gjatë rrugës. Peshqit. Në përgjithësi, profili i ditës ishte pozitiv, vetëm pak i shqetësuar nga disa telashe. Nëse kërkoni konsensus, mund të vijë një periudhë me rezultate të shkëlqyera. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.